Durrësi është një nga qytetet kryesore bregdetare të Shqipërisë dhe tregu i tij pronave ndodhet në një udhkryq mes kërkesës për strehim nga vendasit, zhvillimit të turizmit dhe disa prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në vend. Që nga fillimi i vitit 2026, gjasat për një rënje domethënëse të çmimeve të pronave në Durrës gjatë 12 muajve të ardhshëm vlerësohen të ulta. Kjo për shkak se rritja e kostove të ndërtimit, investimi në infrastrukturë dhe interesi i vazhdueshëm i blerësve të huaj vijojnë të mbështesin tregun. Një diapazon i besueshëm i lëvizjes së çmimeve gjatë vitit të ardhshëm parashikohet të jetë nga një rënje e lehtë prej rreth 5% në mikrolokacionet më pak të favorshme, si zonat me stok të vjetër, dokumentacion të dobët apo larg rrugëve kryesore, deri në një rritje prej rreth 10% në zonat më të kërkuara bregdetare. Kjo sugjeron se tregu ka më shumë gjasa të qëndrojë qëndrueshëm ose të rritet gradualisht, sesa të përballet me rënje të fortë. Sipas të dhënave nga Investropa, faktori kryesor që mund të ndikojë në një rënje të mundshme të çmimeve mbetet kreditimi bankar. Rreth 58% e transaksioneve të fundit të pronave në Shqipëri janë mbështetur nga kredit hipotekare, ndaj çdo vështirësi në marrjen e financimit do të ndikonte drejt për drejt në kërkesë. Megjithatë, norma baze e interesit e Bankës së Shqipërisë mbetet në nivele të moderuara. Edhe pse në maj të vitit 2025 u vendosën kufizime për raportin kredi-vlerë, nuk ka sinjale për një shtrëngim të mëtejshëm agresiv në afat të shkurtër. Nga ana tjetër, zhvillimet në sektorin e ndërtimit tregojnë një ngadalësim të ofertës së re. Lejet e ndërtimit ranë me rreth 17% në fillim të vitit 2025, ndërsa rritja e kostove është stabilizuar. Kjo do të thotë se më pak njësi të reja po hynë në treg, edhe pse projektet e nisura gjatë periudhës së bumit 2022 deri në 2024 vijojnë të përfundojnë dhe të dalin në shitje.